Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë fillim jave e hënë 27 tetor. Në gazetën Telegraf mund të lexoni regjime totalitare që përjetuan përfaqësojnë botën e egërsirave, ku edhe Zoti ishte tërhequr, monopolizimi i spitaleve përballë sëmundjeve kanceroze prej ushqimeve. Zgjedhjet e 9 tetorit KQZ miraton renditje në fletët e votimit, kush janë 12 kandidatët për 5 bashki në zgjedhjet e pjesshme elektorale. Shqipëria narkoshtet, ja si klanet shqiptare të krimit marrin tendera në këmbim të votës. Benet Peci lë Shkodrën në ujë. Në gazetën Dita mund të lexoni SPAK i afrohet majës. Raporti OSBE-s dhe një parti e marr fund që duart roket kryetarin edhe në mes të qametit. Lëmoshat nuk e zgjidhin pleqërinë, duhet reformë për pensionet dinjitoze. Në gazetën Panorama mund të lexoni pabarazia në tendera, Balluku thirret sot në SPAK, manovra e saj kundër përballjes. Të paguen ekspertët më të mirë europian, ish-ministri godet kodin e ri penal, jo arnime shtetit investoj. Çfarë rrezikon shëndetin riprodhues të meshkujt, nga profesor doktor Kim Drasa. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni Bellingami zhduk Jamalin dhe Barçën, Reali merr El Clasicon. Daku fitoria ndaj Serbisë më e madhja në karrierë, fantastike nëse Shqipëria dhe Kosova do të jenë botëror. Barazim në sfidën e së shtunës, Bytyçi fituesi vetëm. Teuta zhyt Kuqezin, gjykimi acaron vlonjatët. Shkodranët i marrin dorën kryeqytetit, Dinamo si fiksim. Lazio nuk fal për Juven dhe Tudorin, ndeshja e 4 pa gol. Arsenali shkon +4, Aston Villa thyen Manchester Cityn. Bayerni për rekord europian, Karl Mahnit bavarezat. Historike, Jurgen Uldedej është kampion bote.